Nuk ka nevojë, njerëzit e njohin, kështu që nuk ka nevojë të komentojmë foto me foto, po. Faktikisht është bërë një përmbledhje dhe si është konceptu? Është konceptu një hyrje se çfarë përfaqëson imazhi shqiptar, çfarë përfaqëson të jesh ambasador i imazhit shqiptar në botë, cilat janë kriteret. Pra kriteri A është vetë personaliteti, CV-ja e personalitetit, për secilin janë 300 fjalë dhe 50 çmimi dhe 50 falënderimi i personalitetit dhe përveç burimeve personale janë burimet edhe informacioni i hapur që gjendet në gjitha mediat e hapura dhe që të ChatGPT-ja, inteligjenca artificiale, tek Wikipedia gjitha dhe ky është B, ndërsa faktori C është grupi drejtues i bordit të forumit Imazh Media që verifikon a janë të vërteta për këto personalitete. Ne sigurisht ky libër pra ka pjesën e parë. Njëkohësisht tek pjesa e parë ne kemi futur dhe gjitha konferencat për 23 vite, konferencat shkencore të mbajtura sepse forumi ka mision edhe personalitetet edhe konferencat. Aty janë pjesë edhe konferenca shkencore që janë mbajt shqiptarët dhe fqinjet, studimet Pellazgër Ilire sfid e lumtime globale, harmonia bashkëjetesa fetare që janë botë Akademia Shkenca me gjithë kryetarët e feve si rast unikal i harmonisë. Tu kemi edhe foto, pjesë nga libri që janë shumë interesante që janë. Pra, pjesa e parë ka qenë kjo, pjesa e parë. Pjesa e dytë kanë qenë personalitetet, dyqip personalitetet me standard absolut, se cili dy faqe, që të Papa Gjon Pali, që të Arben Xhaferi, që të Rugova, që të UÇK-ja dhe gjitha ambasador Vahid Vajdullah dhe gjitha ambasador nuk kanë pas më shumë vetëm gjithë hapësirën dy faqe. Pas personalitetet, 200 personaliteteve, pastaj janë edhe 50 faqe me 150 fotografi nga personalitetet e botës që kanë bërë simbolin e imazhit shqiptar. Sigurisht janë edhe shumë rëndësishme në këtë kohë ka qenë edhe dhënia e materialeve të UÇK-s. Për herë të parë, ne japim materialet të UÇK-s, kemi shkuar në medjen perëndimore të arte franko-gjerman, tek France TV5, të medjet perëndimore dhe kemi marrë materialet që janë dhënë në vitin 98-99. Për herë të parë kemi dhënë me televizorin polak kronikën e parë me 20 shtator të vitit 98. Hera parë që një televizor publik shtetëror jep për UÇK-n. Dhe aty jemi me Sozina Adem Jasharit, i ndjeri tashmë është në amshim sepse e kanë vrarë në Gjakovë pas lufte, Abdyl Treshnjeva që ishte ndër të partë edhe ai ka vdekur në Bruksel, dhe gazetari polak i cili është vrarë në 2021 në Kuvajt. Nga gjitha ajo pjesë është futë edhe në libër pra UÇK. Ja, tani jemi me personalitetet që me 20 shtator jemi që kemi bërë reportazhin e parë. Pas këtu jemi me gazetar Gjerman Arter, franko-gjerman, kurse këtu është revista, kjo është revista politika e Varshavës. E Varshavës është një nga momentet kur gjithë media perëndimore u përqendruan në Tropoj dhe qendra kryesore ishte Kulla Vllamia në Kojel Shpatit, kur edhe hodhen dy predha, por faktikisht nuk ndodhi ndonjë fatkeqësi. Këtu jemi në qendrat e zjarrit që ditën gazetarët e huaj rrishin qendrat e zjarrit, aty është Jordani, dhe pastaj ndark vishin te Kulla dhe ka shkuar gjithçka si duhej pasqyru. Dhe pikërisht në këtë libër ne kemi vendosur dhe kemi bërë dhe një dokumentar 37 minuta të marrme me materiale si që janë dhënë në 98-99 dhe të përkthyera me titra poshtë që shfaqem atë ditë në festival. Festivali kishte element kryesor, fotoekspozitën që ishte me 200 korniza mbi 1000 fotografi nga gjithë zhvillimet historike të forumit Imazh Media dhe të luftës së UÇK-s. Për herë të parë që shfaqen këto materiale, dokumentari ishte pjesa e dytë që ishte edhe UÇK-ja, që aty nuk ngeli njëri që ishin mbi 200 profesor doktor akademik, që të akademik Yusuf Baraktari, që të profesor Vullnet Ahmeti, që të akademik Arsim Bajrami, që tek doktor Mehmet Prishtina, që është kryetari i fondacionit Hasan Prishtina, që tek Idris Brahimi, që është kryetar i integrimit, Institutit të Integrimit Këshillit Integrues të Kosovës dhe në barë kombëtar, që të Adnan Imeri, që është kryetari i Fundit Humanitar për Shef Bujanos Medvez, Gjim Antoni dhe gjithë Petri Zorba që është kryetari i misisë Shqipëri-Izrael, të gjitha personalitetet që ishin në këtë festival, shikun me shumë endje edhe ekspozitën fotografike, shikun edhe dokumentaren dhe nuk ngeli njëri personalitet aty pa lëtu, pa era lot,
sepse ishte hera parë që jipen materialet e 98-99 në Shqipëri. Do kemi mundësi të shohim ato pajme në një moment tjetër, ndoshta në një bisedë tjetër, po. Pas këtyre fotografive që janë gjitha personalitetet e botës dhe të UÇK-s, kemi edhe mbylljen e librit që është 50 faqe shqip, 50 anglisht, janë gjitha vizionet 2050. Çfarë mendon imazhi shqiptar për 2050? Çfarë ndon 2050? 5, ne kemi numrin 5, dorën e kemi simbol. Po. E kemi Arbënia, Dardania, Iliriada, Ardania, Çamria, KOMBE. Katolik, ortodoks, musliman, Bektashi, imazhi shqiptar, identiteti kombëtar, pikërisht duke pasur këtë simbol, ne këtë kemi vu dhe 5 prioritete deri në 2050. Të cilat janë? E para është që ne kemi 26 vjet që bëjmë dokumentar dhe 5 konferenca shkencore për korridorin Adriatik-Alpe, është për të menduar për të bërë një hekurudh nga Prishtina deri në Shëngjin. Njëkohësisht është firmuar si autostrada e paqes në një takim që është bërë Shtetet Bashkuara të Amerikës kur ka qenë Trumpi herën e parë president bashkë me Hotin, kryeministin dhe Vučićin, që mendohet për 3.7 miliardë dollar dhe punësimi 70.000 vetëve. 1. 2. Ne kemi 26 vite që lobojmë edhe me Amerikanët edhe me Europianë dhe që kemi bën 5 seminare dhe një dokumentar 26 minuta. E dyta, porti i Shëngjinit. Në Tirana hedhun është thellësia e ujit është shumë e thellë se në Durrës. Në Durrës është e cekët, aty mendohet të bëhet porti më i madh i Gadishullit Ilirik. Kjo ka qenë premtuar qysh në kohën e Rugovës e deri në ditët e sotme. Kjo është e dyta. E treta është që me që nanoteknologjia dhe zhvillimet e fundit, inteligjenca artificiale dhe gjithçka, dhe kombi shqiptar tashmë po hapen arkivat e Vatikanit, të Austrisë, të albanologjisë botërore, ato të fshehta, qytet Turmonix, i Londri dhe gjitha, po dalin të vërtetat Pellazgo, Ilira, Dardana shqiptare, me ndryshimet dhe me afirmimin e leksikut të dialekteve të arbreshve të Italisë, nanoteknologjisë, ne mendojmë që në këtë 50 vjeçar të bëhet edhe një kongres i ri të pasqyrohen defektet që janë, sepse njerëzit e shkruajnë e-mail apo du shkruajnë e-mail. Shakespeare apo Shakespeare, RSO, RSO. Pra, kjo është tjetër. E tjetra është që kjo statuj të bëhet 150-200 metra, kemi filluar me një agjensi që po rregullojnë për fizibilitetin, sepse duhen çeliqe gjëna dhe në gjithë gishtrind, që janë Plisi, Besa, Mikpritja, të bëhen muze të ndryshme, të krahinave të ndryshme, të kombit shqiptar, dhe aty është plumi i paqes, atje tek shtetet, pastaj plumi i paqes dhe sipër të jetë një Tour Eiffel dhe tek Durrës të kalojnë edhe makina. Kjo është e katërta. E pesta është që ne pranojmë kompromis, Bashkimin Kombëtar në Gadishullin Ilirik. Ne pranojmë kompromis, variantin e Shtetet Bashkuara të Amerikës, variantin e Landeve Gjermane, variantin e kantoneve zvicerane. Kurse si ide ne kemi një shtet, një komb. Okej. Kjo është më mirë. Të janë pjesë padyshim uroj shumë që të realizohen. 2050-a. Do të më mirë, shumë faleminderit. Shumë kënaqësi do kisha sot, padyshim do kemi mundësi të flasim më gjatë në gjatë janarit, mundësi të shohim edhe dokumentarin një pjesë të tij me shumë kënaqësi. Faleminderit shumë edhe një 2024 sa më të mbar. Ju përshëndes. Faleminderit gëzuar gjithëve dhe unë falenderoj gjithë ata që u bën pjesë vullnetare e këtij aktiviteti të jashtëzakonshëm. Dhe ju personalisht keni qenë shumë dashamirës për herë imazhin shqiptar dhe faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Shkojmë në ndërprerje publicitare, rikthehemi sërish.